Min që ma bon me më shëshëru në policia atje, dhe ma onë, kjo s'ka hije me nga Pa dhohet deklarat? Mu vjen kesh, Pa dhohet deklarat? Ja dhe është deklarat, Shë kampanja në burë? nuk i nevoj me më sfidu në kësi mënyra, o këtën. Se dikush i ka kalzo polic, mëse unë jam sonë të ka pagutu dhe ka. Nëse më reditë Dhe begiti për muzën se këna tu. Shumë respekt. Në të bëna dhe në. Te muza, bravo. He, falimderit shumë që erë. General, thash, general kur hinje thash, isholla së preke. Jo, dhe shprek. Ti original, nuk i e veçpollur, kështu sigur. Shprek në une, po... A i e veçpollur edhe të ja? Une nuk jam as i veçpollun, as i pa veçpollun. Qish me dhe dënika? As meritat, po as të këshijat nuk mundet këkush me t'i gjit, as me t'ek, po i bën vetë. Që që ato i ki atribut tuat, qoftë meritat, qoftë edhe jo meritat. Këtë ishte me dojtë se ishin gërvallajt ishin të jo, edhe ju kërkum folje. Gërvallajt janë shpia janë, gërvallajt janë familja janë. Kështu që ata nuk kanë pas nevojë në atë kuptimin me kërku falje, po kanë ardhur me bodert si familje, me u distancu për deklaratës një personi që është nështë edhe si familje janë. Një person që... Kush përsaçërisht ishte? Ishin komplet, do thot një gopë, përfaqësuesi i njerëzit matë vjetër që është aty, i Segrevallt, do të Bacit, djali i madhi, me që sa ajo konë smut, ajo ka qenë maj vjetër dhe ajo ka marrë për sipër, po dhe komplet si mahall, si lagje, si bark, familja Gërvalla, kanë po atë vendim me bodhë, menoj që familjet e mëdha, familjet që kontribojnë për shtetin, familjet që kanë dhonë dhe kanë dëshmu, në kotë këshia, kur shojnë që po marrë ekojvok edhe të pa nevojshme, unoj që ata ndërhyjnë dhe kalojnë bi vetën. Sepse ata kanë kaluar bi fëmijën e tyre, që një kërësisht menojmë që edhe ne kemë kaluar bi fëmijën tonë, sepse ne qikën e Shokës Gërvallës, kush do koftë, e llogaritim si bi tonën, si familje e temen, sepse familja eme dhe familja e babës tam, edhe me Shokë Gërvallën ne jemi të lidhën, jo vetëm këtë periudhë, po jemi të lidhën 200 vjetë përpara. Dhe 200 vjetë aktivitet. E çka mendoni për deklaratat para se me kalu te Musa? Për deklaratat e Donikës, generali veçpollur me thonë Ramush Haradinaj? Deklarata e Donikës më mënoj që ka qenë ndikim partijak, të menu ka që pëmërin disa poena politik, njerëz harrojnë që korritë 100 vjetë. Dhe unë së mënoj kurri politikanë që duhet qoftë dhe për qeftë një politikani, o qoftë dhe për qeftë një posti, qoftë dhe për qeftë një posti deputet, po qoftë edhe kryeministri i vendit, unë nuk mënoj po qoftë dhe presidenti i vendit nuk i vynë një deklarat shpifse, dhe me to me më rrinja tjesë sepse e fynë familjen dhe kontributin e vetë 1000 vjetë mas e 1000 vjetë para. E vërtit, mund shë mendoni ju për këtë deklarata? Para se me dole në tim? A është Ramush Haradinaj generali veçpollur? Jo, nuk është i veçpollën. Mendimi jam, o dhonë edhe ma herët, familja Haradini, pikrisht baba i Nasimit, këtë Haradinat në burën për mes tina, për 74 historinë e tyne si familje, jo që po du me thonë para ti, po kom thonë edhe mas skenës. Ajo që e ka dhonë atë, mendin vetin e ka dhonë, pa ajo është që i ka një burrit madhë, ajo me siguri ka menu dishka, mas po e burrin që e ka Gjermon, është ma patriot si do shqiptarë, na që i jem vetë luftës që thujmë na vetët. Pse, qaj burri sa jo rritë në prejnë të Helmut Kohlit në atë kohë. është shqiptar shumë i fort ai, edhe pse është Gjerman është shqiptar. Ajo ka thonë me siguri se baba i saj është i tratuar për shqiptarëve. A din këto po ta them haptas. Ajo mundet më kanë lënduar në atë aspekt. Po nuk është e tratuar për Ramush Haradinaj. E po tash magjuni ku më se ti para këtij emisioni më ke thonë që unë mburna me Ramush Haradinaj edhe do të Haradinaj shumë mburna. Po nuk do më hanë sen që dikush e jep një mendim vetin, e ka dhënë ajo mendimi veti personal, ajo e din. Nuk është se s'din ajo është ka fol, po ajo nuk e ka ditë më shprej. A ka gabu si mos te? Po, ka gabu. Se s'ka pas nevojë me hinë këty në ujnë. Shamu është ranë me thonë, Musa ta është i veçpollur, luftori i veçpollur. Këto e në ujnë e trëbla. Veçpollur, në pat veçpollur, ajo mendimi sajnë është, ajo është e lëndu me bëvakisë edhe babën e ka tratuar për shqiptarëve. E di mirë. Mus do më të gusë para se me dollë të generali që o po puna jo të burë ditë me vetë vendu si notën me PDK. Njëri fije së më po të vje. Une prej si jetoj, që mojnë menë, une këmë vetë babë gjësh nga s'kem përnu për shtetin e kalumë kur. Kur s'kem pasë për shtet njeri. Po dhe në këtë shtet që erdhëm sot, nuk këmë pasë kur një jetë për të sumë.
Dhe më honë, i përkas që sa i gjenerate, e mojnë men atë shtet kur, as baba, as babgjysh, as kur s'kanë punu për atë shtet, po dhe në këtë shtet kur s'kem punu, kur s'kem pënsum kërkan. Dhe më honë, dishka është të ndodhë, u kanë apërcjela, jo? E tash, Isha po puna, me kon me Albinin, është krenari. Pse? Se shështë se Albini është... E me Isen Berisha më konë bromi? Më konë bromi me Isen Berishin o krenari gjithashtu. Zë Atë vje kesh për tije, nuk ka dishka të kesh aty. Po në dhe... Po... Mos ma qelë gujën Nashta musë. s'kesha pas qef me mua misionin, unë ma shumë se Nasimi, kuj ka full shumë, po... Edhe kjo e viktim se une, po bina viktim për dikon tjetër, për më mujtë me pështu këta dhe, kjo se ka në luftën alo. Edhe kështu që edhe une, alo, s'ka përfundu lufta ju, alo s'ka përfundu. Nëse mëra dinje, po dhe se kanë... Unë e kisha pos dëshirë me ndjek një deklarat tonë që ka thonë për Nasimin e tana me donë tema, ban? Po, ban, po. Regjia nëse e ka goti. Budzëm, ku e murë luksin Nasim Aradini, me dojnë sëtë me thonë, unë i zoti është i pari, kuj i dyti, i treti, edhe me mishujt komandonta si na kanë prinjë luft njerëz më të mirë të kombit, s'ka pas më të mirë, si komandontat e Kosharës, me i qujt si janë pagu me pare, janë dezertera, mu më pengon kjo. Qësh mush me thonë ti të rezeme se këti e këti dezertera, kur ti i ke thonë unë me ty luftoj si me shqerp, ma por atë vroj ty Nale mi aftan në regjia, falim dhe shumë. Mus, nëse Maradinaj, ta vesmi a ka thonë unë jam zëti spori, a shkoj për... Nasim Aradini, i kom thonë unë është shumë e vërtet, Nasimi e thot vetë një emision, thot zoti nuk thot, po thot në Fatme Haklaj, i pari, kur dës lama i dyti, unë jam i treti, thot i harrova zotin